Mirë se vini në Future Friday episodi 7. SEPA, ose le të themi metodat e pagesave të cilat priteshin që të vinin në 2025, do vinë në 2025, por duke filluar që nga tetori i vitit 2025. Kjo do të thotë më shumë mundësi pagese, metoda pagesash, komisionet e eurove do ulen, investime në vend e tjera me radhë. Kjo gjë mbetet për të parë kur të na vijë vjeshta. E dyta, në Hungari, një ligj i cili thot nënat me 2 fëmijë do përjashtohen nga taksat. Kjo gjë patjetër është pozitive sepse e para punës që heq taksat për ato që kanë 2 fëmijë sipër, por e dyta stimulon prindrit që të bëjnë fëmijën e dytë. Dhe për ta kaluar situatën në Shqipëri, nga pjesa e raportit botëror të lumturisë, Kosova ka më shumë pikë për sa i përket lumturisë se sa Shqipëria. Kjo në bazë të perceptimit të korrupsionit, të ardhurave për frymë, harmonisë dhe pjesës së çështjeve sociale. Kjo do të thotë që në Shqipëri kemi shumë gjëra për të rregulluar dhe problemet janë të mëdha dhe ne rrjedhimisht jemi më të stresuar. Për informacione dhe lajme më tej rreth pjesës digjitale, sociale, inovacioni, edukimi e tjera me radhë gjeni tek websajti businessmag.al. Dhe ne bashkë çdo të premte ora 5 do sjellim një përmbledhje të tillë. Ju përshëndes.